Unë besoj se do të jetë kjo drejtësi e cila vitin tjetër do të na ofrojë një panoramë, domethënë që tani është e vështirë për tu përfituar. Dhe Arbër duhet parë panorama e plotë. Domethënë miq tanë ndërkombëtar dhe miq tanë amerikan, mbështeten një reformë në drejtësi për të çliruar skenën e korruptuar politike shqiptare. Jemi në show time. Kjo po ndodh tani. Jemi në show time dhe kjo do të vazhdojë. Domethënë është nuk e di, më vjen për të qeshur kur dëgjoj që bëhen llogari domethënë elektorale me këtë status quo që jemi tani. Nuk do të jetë kështu. Domethënë rithemelimi ka shumë gjasa të shkruaj drejt shkrirjes, sepse me dënimin e zotit Berisha, dhe pasohet që kjo do të sjell aty dhe ata që mbeten do ty në luftë civile. Në Partia e Ilirmetës, nuk e di se ndron emrin shpesh ai, herë LSI, herë Partia e Lirisë. Unë nuk besoj që kjo parti do të garojë në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Do të thënë, Berisha përveç se humbi vulën e parë, le të themi, do të humbi edhe vulën e dytë. Dhe nëse ky formacion, unë nuk besoj që do të garojë, por nëse ky formacion do të garojë, do të katandisë, domethënë duke garuar për një parti ku diun të dorës tretë si PDK-ja apo ku diun, domethënë goditja penale Arbër do të vazhdojë dhe skena e korruptuar politike shqiptare do të çlirohet.